Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Po ju njohim me horoskopin humoristik për datë 16 qershor 2026. Fillojmë me shenjën e parë, Dashi. Sot do të zgjoheni me energjinë e një superheroi, derisa të kuptoni që duhet të ngriheni nga krevati. Në punë ose në shtëpi do të kesh ide të shkëlqyera, por mos u habit nëse gjysma e tyre harohen para drekës. Një kafe shtesë mund të duket si zgjidhja e çdo problemi. Në fakt nuk është, por gjithsesi kafen do ta pish. Demi. Dikush do të kërkojë një favor dhe ti do të mendosh për 15 minuta nëse ja vlen të lëvizësh nga vendi ku je ulur. Yjet tregojnë fakt në ushqim, që do të thotë se frigoriferi yt ka më shumë surpriza se sa mendon ti. Vetëm kontrollo datat e skadencës para se të festosh. Binjakët. Sot do të zhvilloni të paktën 3 biseda njëkohësisht dhe në fund nuk do të mbani mend asnjërin. Kur dikush t'ju pyes apo më dëgjon, përgjigjja e sinqertë është pjesërisht. Kujdes me mesazhet e dërguara personit të gabuar. Universi po qesh tashmë. Gaforia. Humori yt do të ndryshojë më shpesh se moti në pranverë. Në mëngjes romantik, në drek filozof dhe në darkë eksperti i teorive të çuditshme nga interneti. Mos u shqetëso. Njerëzit që të njohin janë mësuar tashmë. Vazhdojmë me shenjën e Luanit. Do të futesh në një dhomë dhe do të preshesh që të gjithë të vënë re pranin tënde. Kur askush nuk reagon, do të kollitesh pak më fort. Sot je magnet për komplimente, por do të pretendosh sikur nuk të interesojnë. Askush nuk të beson. Virgjëresha. Do të korrigjosh gabimet e të tjerëve me shpejtësinë e dritës sot. Problemi i vetëm. Dikush mund të kujtojë gabimin tënd të fundit. Mos u alarmo. Edhe perfeksionistët gabojnë. Peshoria. Do të spenzoni aq shumë kohë duke vendosur mes 2 alternativave, sa në fund mund të humbisni të dyja. Por mos u mërzit. Yjet premtojnë se një zgjidhje spontane do të rezultojë me mira e ditës. Po, edhe ti mund të jesh impulsiv ndonjëherë. Akrepi. Sot do të shikosh njerëzit me atë vështrimin tënd që thotë: unë di diçka që ti nuk e di. Edhe kur nuk di asgjë, misteri funksionon. Vetëm mos e tepro duke analizuar çdo mesazh që merr. Ndonjëherë, okay, është thjesht okay. Shigjetari. Dëshira për aventura është e fortë. Fatkeqësisht, buxheti yt mund të ketë një mendim tjetër. Një udhëtim spontan mund të përfundojë deri tek maketi i lagjes, por të paktën do të kesh histori për të treguar. Britsjapi. Sot je aq i fokusuar te detyrat sa më të vendosësh alarmin edhe për të pirë ujë. Produktiviteti është i admirueshëm, por provo të bësh edhe një pushim. Kompjuteri yt e meriton po aq sa edhe ti. Ujori. Një ide e çuditshme do të të vijë në mendje dhe për çudi mund të funksionojë. Njerëzit do të shikojnë me dyshim derisa të shohin rezultatin. Pastaj do të pretendojnë se ishte ideja e tyre. Dhe mbërritëm tek peshqit. Do të humbasësh në mendime për 5 minuta dhe do të dalësh me një skenar të tërë filmi në kokë. Kreativiteti yt është në kulm. Problemi i vetëm është të kujtosh pse hyre në kuzhinë. Këshilla e ditës. Nëse diçka nuk po shkon sipas planit, quaje aventurë dhe vazhdo përpara. Kjo është strategjia e yjeve për 16 qershorin. Ju faleminderit dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.